Mirë mbrëma të gjithëve. Sot në këtë live kemi një temë të jashtëzakonshme që do flasim për ligjin e tërheqjes, se si e manifestojmë me fjalë dhe se si e manifestojmë me vepra. Do presim sa të na bashkohet edhe Lori. Si e Hatice, mirë mbrëma. Sot kena zgjedh një temë shumë bukur. Faleminderit Hatice, shumë faleminderit. Mirë mbrëma. Haj Lor, mirë se erdhe, unë nuk po të shoh. Unë po të shoh, po Sara. Unë jo, mu më del vetëm Sara këtu. Po tani? Mm-mm. Po të tjerë ta më shohin, nuk e di për sotën. Për të tjerë nuk e di, por unë shoh vetëm veten time. Po na ka bëlla aki dhe njëherë shumë duket, a? Mos ka bëj. Jo i herë, disa herë. Mirë mbrëma gjithve, edhe pse Sara nuk më shikon. A, dukem ke ju tjerë të paktën. Jo, po thot edhe Bajram, thot jo. Si ka mundësi. Po tani? Jo. Jo, edhe Kimete thot jo, nuk shifesh. Po mi mëse s'ka gjë dhe me më pa shumë të ha. S'ka gjë, e lëm kështu si Zani Aleksa, si Zani Përtuti. Prit dale dhe njerë, o Sara, prit dale dhe njerë. Jo, dil dhe fotoprap, s'ka gjë. Okej. Atëherë, siç po thosha, sot do flasim për ligjin e tërheqjes, por jo vetëm ligjin e tërheqjes si fjalë, jo vetëm ligjin e tërheqjes se si ne të manifestojmë, por se sa i fuqishëm është dhe se si e manifestojmë edhe në mënyrë të pavetëdijshme. Pra, ligji i tërheqjes është ajo që krijon realitetin tonë. Okej. Të gjejmë dhe njerë Lorin. Okej. Tani? Sara? Unë jo, videoja thot që është e fikur, mos nuk ta ke fik videon ti. Po cilën video moj ti? Unë shoh vetën ti, me tjerë së më shohin as ti. Ku t'i gjonë? Po pra, në moment që hyre, ma nxori që Lori ka fik videon. Okej, Kimetja thot që po, tani shifesh. Okej, në të mirë e vazhdojmë kështu, ha? Mirë mbrëma njerë gjithve, po edhe po së duka nuk është ndonjë gjë, herë tjetër. Jo, e rëndësishme është që edhe për këto që po na ndjekin, të shohin. Po. Për mua pak rëndësi ka, sepse ne kena përgjithë edhe herë të tjera. Po më shohin tani. Po ti Sara nuk më shef, a? Jo. Ua, një bërë shumë e bukur, Lori! Po ku, pampaja më bërë bukur, po ti du të më shohin. E imagjinoj. Mirë mbrëma njerë se unë bëj dhe shumë shaka me Sarën. Knaqem me Sarën tu qesh nga njëherë. Të dyja. Sepse sot kemi këtë ligjin e tërheqjes Lor, dhe ligji i tërheqjes gjithmonë duhet manifestohet me këto gjërat e bukura. Serioziteti, unë mendoj që s'kena kohë për seriozitet, unë mendoj që serioziteti është ajo pjesa e ignorancës. Ignorant nuk është fjalë ofenduese, ignorant do thotë i paditur, dhe krejt jena të paditur, dhe krejt kena qenë të paditur, në një punkt caktuar të gjithë jemi të paditur.
E rëndësishme është që kur vedisohemi të tjetërsojmë, jo vetëm realitetin, por edhe veten, edhe t'jena sa më pranues dhe sa më shembull mirë. Okej, pra siç edhe u përshëndetem me Lorin, siç edhe e thash pak temën, pra tek pjesa manifestimit, ligji i tërheqjes, pak a shumë është e njëjta gjë, por janë këto interpretime që dikush pëlqen ta quajë diçka tjetër, dikush diçka tjetër. Në teori është e njëjta gjë. Kam një pyetje për ty, Lorë. Çka është ligji i tërheqjes për ty? Për mua ligji i tërheqjes është, o Sara, e kemi thënë disa herë, e kemi stërthan. Në çdo ditë manifestojmë si vetëdijshëm si pa vetëdijshëm, 24 orë, 7 ditët e javës. Ne manifestojmë, sidomos në gjumë është ajo në vetëdia komplet portat e hapura. Që shpesh herë për shembull për shembull më kanë bërë shumë mirë edhe ato afirmacionet në fillimet e mia. Afirmimet, po. Por kam mësu diçka tjetër që manifestimet edhe këto nuk i përgjigjen vetëm fjalëve, por u përgjigjen emocionit, me sa kam kuptuar. Me fjalë se si është gjendja emocionale, ne ashtu tërheqim. Ne nuk mund tërheqim me thënë që tani unë du, për shembull, të kem një makinë 50.000 euro, edhe u bë. Por ti du ta sjellësh në jetë atë që ti ta manifestosh, edhe ta ndjesh me shpirt, me zemër, edhe ta lëshosh atë dëshirë, pa marrë parasysh, është çdo lloj dëshire në jetë. Edhe ta lëshosh edhe ta di që është e mbarume. Por edhe nëse s'vjen, nuk është në rrugën tonë, edhe nëse është diçka më e mirë vjen në jetën tonë. Jo, gjithçka ne mund të manifestojmë, por duhet të dim 3 gjëra kryesore. E para, ligji i tërheqjes nuk është teknik. Ligji i tërheqjes nuk është lojë, ligji i tërheqjes nuk është dëshirë. Kur ne ti kuptojmë këto të treja dhe ti vendosim në jetën tonë gjithçka, ne kemi potencialin e plot që të tërheqim. Siç e tha dhe Lori, dhe tha shumë bukur, vibracioni i trupit duhet jetë shumë lart. Pra trupi duhet ta besojë që ne po sjellim realitet, edhe qoftë një makinë 50.000 euro, edhe një tjetër 500.000 euro, edhe tjerë. Pra trupi duhet ketë frekuencën e lartë. Fjala për ty, Lor? Fjala për mua për çfarë? Për pyetje. Sa ka ndiku ligji i tërheqjes për shembull në jetën tënde dhe a mendon që këtë jetë që ti ke tani e ke manifestuar? Dëgjoj Sara, ne si gjithë njerëzit që nuk kemi pas një vetdije siç e kemi sot, sepse vetdia është rrit kohët e fundit e njerëzimit kolektiv shumë. Por kur e kam kuptuar që janë rrethanat, janë programimet, as nuk i vën dyshim që nga familja rrith çdo gjë, por kemi qenë, si na thanë, gjithë njësoj, nuk ose kemi qenë gjithë në kolektiv si në mbrojtje, nuk kena di. Jam bëj vetëdijshme, tani e kam marrë përgjegjësinë, e kam marrë situatën për jetën time, e kam marrë domethënë vetë çdo gjë në dorë. Edhe di unë se si është më e mira për mua. Vetëm unë e di, askush në këtë botë nuk e di se çfarë është e mirë për shpirtin tim. Askush. Unë mund të marr një mendim, ke dikush tjetër, por nëse ai mendim rezonon me mua, me shpirtin tim, atëherë unë e marr atë, e përpunoj. Po nëse nuk rezonon, jo çdo gjë mund të marr unë nëse me mua nuk rezonon, se nuk është e thamë të rezonoj me çdo njeri, ose çdo fjalë, ose çdo kuptim. Jemi gjithë të ndryshëm. Mu si fillimet e mia, më kanë ndihmuar shumë afirmacionet, kam pas shkruajt shumë. S'dija unë fillim, thoja vetëm të shkruaj, boja shkrime, pastaj boja edhe natën në gjumë, leja shumë afirmime.
mund ta lija 3 orë, 5 orë, 6 orë, do me thënë gjatë gjithë natës. Sepse nënvetdia i thith ato, se është e hapur nënvetdia gjatë gjumit. Edhe kështu pastaj kam vazhduar dhe vetëm se duhet të dim një gjë, të paktën e mu kështu ka funksionu, kur fillon i kupton gjanat ma ndryshi, i kupton, si me thanë, ven ato pikat mbi i, atëherë e din shpirti të udhëheq se çfarë është më e mira për ty. Është, do me thanë, ti arrin në një inteligjencë komplet tjetër, duke vazhduar te mirëmbajtja e trupit, te ngrënja, te rrethanat e jetës, te shoqëria, në gjitha rrethanat e jetës ti bëhesh më e vetëdijshme. Qoftë edhe për shëndetin, më çdo gjë, unë shumë gjana kam arrit, edhe unë çdo ditë punoj me veten. Çdo ditë, nuk ndalem domethënë. Kjo është një gjë e mirë, një rrugë, kjo rruga shpirtërore ka një mrekulli, sepse kur ti vazhdon e rritesh, i rrit domethënë në gjithë shkallët, një nga një, nuk bën kthim mrapa. Se thu, wow, kjo është gjëja më e bukur që mund t'i ndodhë dhe çdo njeriu. Që thu, e kthej kokën dhe thu, wow, ku pas kam qenë, e ku jam tani. Atëherë, duhet të dini diçka, ligji i tërheqjes është rrjedhja natyrore e energjisë universale. Pra, vetvetiut në ligjin e tërheqjes, universi shpalos veten e tij. Ne tërheqim atë që jemi. Nuk mund të tërheqim vetëm se themi afirmime, vetëm se flasim ose vetëm se shprehemi diçka. Gjithçka që ne vendosim të shprehemi, gjithçka që ne vendosim të themi, gjithçka që ne vendosim të dëgjojmë, pra në një farë mënyre kjo ka tërheq. Është e njëjta gjë si në një qift, për shembull. Ti shikon një djalë të bukur ose një gozë të bukur dhe sinqerisht të pëlqen fizikisht. Por nuk ka shans që të ketë një lidhje qoftë edhe momentale nëse nuk ka diçka të përbashkët. Pra, thellë energjia ose brendësia është e njëjtë. Sepse dy njerëz që njëri në nivel energjetik është tek 10 dhe tjetri është tek 0, nuk munden me kombinu kurrë. As të jenë shok, as të jenë të dashur, as të jenë të fejuar, as të jenë të martuar. Në jetën tonë, ligji universal, pra ne jemi thjesht antena. Dhe duke funksionu si antena, fjalët tona janë sinjal. Dhe fjala pra nuk është vetëm tingull. Nuk është vetëm një tingull edhe okej, unë po them diçka, unë po flas bukur, unë jam mirë, por fjala është një rezonancë. Gjithçka në jetën tonë është rezonancë. Gjithçka në jetën tonë është vibracion. Pra, vetvetiut, prandaj, në botën spirituale, ekziston diçka që të gjithë e kemi të nevojshëm që nganjëherë të shprehemi. Të kemi një shok, të kemi një mik, të kemi një vlla, të kemi një motër, të kemi një të afërm, që të shprehemi. Ose, kur nuk janë këto, sepse shpresat nuk i kemi tek shumë njerëz, e fundit fare të flasim me veten tonë. Nuk ka njeri perfekt, nuk ka njeri që nuk ka anën pozitive dhe negative, vetëm ata që gënjejnë veten, por edhe të gënjesh prapë se prapë është rezonancë e ulët, kështu që më mirë të jemi transparent, që nuk e kemi të nevojshëm të ndajmë edhe eksperiencat tona ditore, edhe diçka çfarë na ka ndodhur, edhe diçka se kush jemi në brendësi. Dhe sa më shumë që ne i nxjerrim këto gjërat dhe ndajmë eksperienca me njëri tjetrin dhe tregojmë se kush jemi, kemi mundësi të rikuperojmë veten.
kemi mundësi të rritemi, kemi mundësi të tërheqim në jetën tonë frekuenca më të larta. Tani, ja bëra pyetje dhe Lorit që a mendon që jetën që ke tani e ke manifestuar, dhe këtë pyetje doja drejtoja dhe vetes time, edhe secilit nga ju. A mendoni që jetën që keni tani e keni manifestuar? Tani për momentin po, Sara? Po, Tani për momentin. Po, nëse ju intereson përgjigja ime, unë po, e kam manifestuar. Gjithmonë në jetën time, më ka tërhequr vetëm Zvicra, Gjermania dhe Italia. Por, duke parë pjesën e gjuhës, për shembull, që në Zvicër fliten 3 gjuhë, gjithashtu edhe në Gjermani është një gjuhë pak e vështirë për veshin tim, italishten, domethënë e kam pas gjuhë ty, dhe Italin e kam manifestu. Dhe them me bindjen të plot fjalës. Më kujtohet kur unë punosha me veten time, Ruth mirëmbrëma Madrid, kur unë punoja me veten time, dhe gjithmonë i thoja mësuesës time, kur do jem si ti, kur do bëhem si ti, sa vonë, sa rrugë do më duhet, sa vite do më duhen, por ma besoni që edhe kur rrita shpirtërisht, edhe kur dola në një farë rrugë, edhe kur dola në një farë energjie, nuk ishte kjo pyetje, por ishte pyetja, a jam gati? Okej? Pra, gjithçka që neve na duket sikur do vinë në të ardhme, nëse frekuencat tona, nëse trupi jonë e beson, nëse fjalët tona përsërisin, sepse nuk është të thanë vetëm që unë kam një dëshirë, për shembull, sepse jemi në botën materiale, të flasim realitetin, përderisa jemi në botën materiale, edhe pjesa e parave është shkëmbim energjetik dhe është diçka e domosdoshme. Përderisa është diçka e domosdoshme, secili nga ne dëshiron të jetë i pasur, më i pasur dhe akoma më i pasur. Përderisa jemi në këtë pjesë, ne mundohemi që në një farë mënyre të rigjenerojmë veten, të manifestojmë sa më shumë, të manifestojmë punë sa më të lehta, mund të bëjmë punë sa më të lehta dhe të fitojmë më shumë, po është e mundur. A mund të përdorim trurin për të fituar më shumë, po është e mundur. A mund të kërcejmë më shumë, po është e mundur. Pra, në këtë botë, në këtë dimension ku ne jemi, gjithçka është e mundur, por gjithçka duhet ta besosh. Sepse, kur ne përdorim për shembull fjalën unë jam, pra, fjala unë jam është identiteti jonë. Jemi ne, është fuqia jonë personale, është fuqia e brendshme jona, është fuqia e mendimeve tona, është besimi jon. Nëse unë tani do them, unë jam e pasur dhe trupi im është në një frekuenca, fillon të vibroj, është në një frekuenca ndjen kënaqësi, pra do thotë që kjo në jetën time është e mundur. Çfarë më duhet këtu? Tu më duhet që unë ta tërheq, që unë ta lejoj, sepse disa njerëz thonë, po si ka mundësi që unë nuk manifestoj dot? Jo, të gjithë manifestojmë, të gjithë tërheqim dhe të gjithë kemi mundësi të arrijmë lart dhe më lart. Por nëse dikush thot, unë jam i pasur dhe brenda vetes së tij e ka, këtë muaj kisha shumë shpenzime, nuk është se po e besoj që po më vinë lek në jetën time, nuk është se jam aty ku duhet, unë nuk mund ta përballoj këtë shpenzim, qoftë edhe 10 euro apo 20 euro. Fjalë të tilla do më thanë që brenda ti vibron mungesë. Mungesa është frika më e madhe. Nëse dikush mendon që unë doja dalë për brenda vetes së tij ndjen frikë dhe ka dyshim a doja dalë apo jo, dije që lufta është e humbur, sepse universi, nëse do ju përgjigjet të gjitha çfarë ne mendojmë, për fat keq shumë njerëz nuk do ishin asgjë. Por universi përgjigjet gjithmonë me po u kry, po urdhëro.
por të thot po urdhëro, kur ti përdor fjalët unë jam. Pra, unë jam gati të punoj me veten. Unë jam gati të dua veten. Jo, asnjëherë mos përdorni fjalën unë do jem mirë, sepse do jem mirë është në të ardhmen. Dhe të ardhmen tënde ti po shkruan këtu dhe tani, po shkruan tani. E ardhmja jote do ketë këtë ritëm që ti ke tani, këtë energji që ti ke tani, këtë punë që ti po bën për veten tani. Këtë do sjellë e ardhmja. Nëse ti tani po jeton bukur, po jeton shëndetshëm, po manifeston gjëra të bukura, këto do të sjellë e ardhmja. Pra këto janë ardhmja jote. Por nëse ti tani je në kaos, tani nuk e di se ku je, tani nuk e di çfarë po don, tani vetëm po mundohesh të manipulosh, po mundohesh të tjetërsosh gjërat, më vjen keq, por e ardhmja kjo do jetë. Nëse ke diçka të besuar, Lor? Këto isha tu dëgju tani nga ty, desha ta cekja këtë pjesën që nëse trupi do me thënë është në një frekuencë të ulët edhe ti thu unë manifestoj tani një makinë 50.000 euro, aty janë shansët zero. Sepse tham këto jo afirmacionet, ligji tërheqjes tërheqje nëpërmjet trupit, nëpërmjet emocionit, nëpërmjet energjisë që ti mbart për momentin, se edhe njeriu mund të flas me dijen aq sa ka shpalos në veten e tij. Edhe dia do me thënë është me shkallë, nuk është unë sot më mësoj një gjë nga ti më mësosh një gjë nga unë më mësoj edhe nga fëmia im që është 8 vjeç, e kupton? Njeriu duhet jetë i hapur gjithmonë, nuk duhet ketë atë pjesën e egos që unë di më shumë, unë kam bë këtë më shumë, biles ai njeri që din është mirë të jape, ta jape do me thënë çfarë ka mësu, ta jape ke tjerët, sepse ka shumë njerëz që duan, do me thënë duan të dinë, duan siç kemi qenë edhe ne në fillimet e para, siç kam qenë dhe unë. Absolut. Është mirë ta japësh ato që ke mësu, nëse një person do e merr një fjalë, një fjalë ta ngren jetën, një fjalë e dikujt, një fjalë e mirë, një fjalë e keqe tul, aty ku s'ngrihesh dot. Prandaj duhet të jesh shumë i hapur, shumë i hapur, nuk ego nuk duhet të ketë fare do me thënë lidhje me mësimin. Mund të mësojmë nga çdo kush. Vetëm me çan i hapur. Por duhet të kemi kujdes sepse çdo fjalë që ne përdorim, siç e thash, ka një vibrim, ka një kod, ka një program. Mos mendoni se një njeri për shembull që është gjithmonë në ankesë, është gjithmonë në viktimizim, është gjithmonë në frekuenca të ulta, pra kjo tregon se çfarë programit ka padur ky njeri. Dhe që të ndryshoj dhe të ripërtëri mendimet, frekuencat dhe veten e tij është gjas sfiduese. Prandaj edhe shumë njerëz domethënë nuk është se e kanë të lehtë futen në këtë rrugë. Kur ne flasim, nuk është se vetëm po themi diçka, por ne po lëshojmë një komandë në univers. Pra ne po i themi universit, ky është realiteti im, kjo është zgjidhja ime dhe ky jam unë. Okej? Sepse çdo fjalë që ne themi ndez, fjala ndez, fjala she dhe fjala krijon. Okej? Pra çfarë dua të them kur them fjala ndez? Vetvetyut fjala kur them që ndez, pra ndez një dritë, ndez një frekuencë. Çfarë dua të them kur fjala she? Fjala she sepse ajo fjalë ka dalë nga ty, shef brendësinë tënde, shef ritmin tënd zemrës dhe ndjenjat e tua. Dhe fjala krijon. Ne, siç e tha dhe Lori, në mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme, ne krijojmë një realitet.
Prandaj e thash edhe çfarë ti sot po shkruan të ardhmen tënde, kush do jesh vitin e ardhshëm, kush do jesh 5 vitet e ardhshme, kush do jesh 10 vitet e ardhshme. Sepse nëse i him historisë, gjithmonë është thënë në fillim ishte fjala. Pra vetjut fjala duhet të di si të përdoret. Fjalët tona krijojnë kauza, por fjalët tona krijojnë edhe dashuri. Gjithmonë trupi të dëgjon. Gjithmonë trupi dëgjon çfarë ti thua. E ardhmja të dëgjon dhe universi dëgjon. Pra, çfarë dëshiron ti t'i flasësh vetes? Çfarë dëshiron ti t'i flasësh trupit tënd? T'i flasësh universit dhe t'i flasësh të ardhmes tënde. Besoj asnjëri nga ne nuk dëshiron të flasë diçka jo të bukur, pra të gjithë duam që të flasim diçka të bukur. Duhet të kemi shumë në kontroll se çfarë ne jemi dhe çfarë ne themi. Është shumë e thënë kjo, disa njerëz flasin atë çka janë. E kemi dëgjuar shpesh. Jam dakord, por duhet të dini dhe programet që ata njerëz kanë. Mendoj që jo të gjithë thojnë atë çka janë. Sepse, nëse keni kuptuar, shumë njerëz që vërtet janë shumë të mirë, janë shumë dashur, janë shumë qiltër, janë shumë ndryshe, nganjëherë vendosin edhe me hesht. Atëherë, dalemi pak tek disa shprehje ose disa fjalë që në realitet nuk është se janë vetëm fjalë, por janë portale. Mukadez, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Pra, Sara, më fali sekond, a i ke ik mesazhet ti se nuk e di çfarë shtypet çfarë, se më kaloi, unë nuk shoh asgjë. Jo, unë i kam këtu, nuk kam shtyp asgjë, thjesht po shikoja këtu sepse mu ma nxjerr kamerën e fikun edhe mikrofonin e fikur ma nxjerr këtu në fund dhe po shikoja. Jo, e fillim erdhën, po tani jam blloku, prandaj po të pyes. Jo, nuk shtypa diçka të tillë, por këtu vetëm këto më nxjerr. Mesazhet po më nxjerr. Tani do me thënë ka shkruar Ruti që thot pse vendosin mos më u shpreh. Pse vendosin mos më u shpreh Rut, sepse duke njohur realitetin, duke ditur se çka njerëzit duan, duke ditur se çka njerëzit pranojnë dhe duke ditur se çka njerëzit po përjetojnë dhe po ndjekin, do me thënë kur them ndjekin shembuj, është më mira për me hesh sepse e kanë akoma të nevojshëm që të manipulohen, që të rrehen troq dhe që të sillen pak rreth rrotull. Disa njerëz nuk janë gati për me thënë vërtetën, për me thënë vërtetën dhe për me besuar vërtetën. Atëherë, do ndalem tek 4 pjesë, unë mund ta quaj në 4 pjesë, ku duhet flas rreth ligjit të tërheqjes dhe fjalëve që nuk janë fjalë, por janë portale. Pra, ti Lor e din se çka janë portalet. Më fut pak në brendësi, se kam idenë për çfarë po flet tani për momentin. Po flas për portalet energjetike që ne i hapim përmes fjalëve pa vetdije. Fjala e parë është unë jam, siç e thash dhe çfarë, pra fjala unë jam është urdhëri i identitetit ton. Kur thua unë jam, universi përgjigjet urdhëro. Për shembull, kur ti thua unë jam energji e pastër. Ti thu për çakrat, Sara, se çakrat i kam këto, unë jam, unë kam, unë dua. Jo, po them për portale energjetike. Portalet energjetike nuk janë çakra, janë porta në botën e padukshme, në botën energjetike, që ti kur përdor këto fjalë,
ti hap këto portale në mënyrë të pavetëdijshme. Pra, kur ti thua unë jam, ti në këtë rast hap identitetin tënd, pra hap veten tënde se kush je. Hap të panjohurën tënde dhe universi në moment që ti thua unë jam, universi të përgjigjet urdhëro. Po, Dhe ti vazhdon të thuash, unë jam energji e pastër, unë jam magnet për bollak, unë jam i mrekullueshëm, unë po jam ka i shumë dashur. rëndësi kjo, unë jam, kjo është thelbi, është ajat e zhëja, me pas shumë kujdes kur thu unë jam. Çfarë ishte mbrapa? Po, dhe pastaj fillon dhe thu, unë jam i mbrojtur, unë jam i udhëzuar. Pra, gjithçka që vjen pas fjalës unë jam, tregon identitetin tënd, tregon brendin tënde. Prandaj, do më thënë, fjala unë jam hap portalin tënd, hap portalin e brendësisë tënde. Nëse ndalemi tek fjala e dytë është unë zgjedh. Okay? Pra, çfarë themi ne dhe çfarë kuptojmë kur themi unë zgjedh? Pra, këtu tregon vullnetin e lirë në veprim. Pra, në univers, kjo fjalë është vullneti i lirë në veprim. Pra, ne, vetë universi na ka kriju që të kemi një vullnet të lirë në univers dhe ne të veprojmë kur duam ne. Dhe ky vullnet i lirë është gjithmonë pas fjalës unë zgjedh. Pra, unë zgjedh të jem në frekuencën time. Unë zgjedh të kem frekuencë të lartë. Unë zgjedh lirinë time personale. Pra, dhe fjala unë zgjedh hap portalin e vullnetit të lirë. E treta? Okay? Nëse kalojmë tek fjalia e tretë, e cila prap hap një portal tjetër, është unë lejoj. Pra, kur themi unë lejoj, është dorëzimi. Kjo lidhet me pjesën e dorëzimit. Është dorëzimi i shenjtë. Çfarë ndodh dhe çfarë duat që ju të kuptoni kur them dorëzimi i shenjtë? Nëse një person vazhdon dhe thot, unë lejoj universin të depërtoj në jetën time, pra kjo tregon që ky person vërtet po I dorëzohet një energjie të lartë dhe një energjie të shenjtë. Unë lejoj që Zoti të shëroj trupin tim. Unë lejoj që Zoti të shëroj mendjen time. Pra, këtu tregon dorëzimin që ti po I dorëzohesh një energjie të shenjtë, po I dorëzohesh krijimit, po I dorëzohesh energjisë të panjohurës, të plot fuqishmes. Atëherë, fjala e katërt është po vjen tek unë. Pra, nëse deri tani kemi dëgjuar të gjitha këto fjalë që ne I përdorim edhe në shambullon në jetë të përditshme dhe të gjitha këto hapin portale, nëse ti vazhdon dhe thua po vjen tek unë, është aktivizim I afrimit. Pra, ne po I afrojmë gjërat. Gjithmonë, nëse ti do që të manifestosh diçka në jetën tënde dhe thua unë po lejoj Zotin të shëroj trupin tim dhe jam e sigurt që po vjen. Pra ti po e afron, përveç se u dorëzove, krijove edhe afrimin që ajo gjatë të vi tek ti, të vi e sigurt. Asnjëherë mos thoni unë do të shërohem, sepse universi thot, okay, ti do të shërohesh, por jo tani, ti po kërkon të ardhmen. Gjithë e dim që e ardhmja nuk ekziston. Të gjithë e dim që e ardhmja është mister. Të gjithë e dim që ne tani punojmë për të ardhmen tonë. Okej, mund të flasësh ti Lor tani? Jo, mendova tani që ka dhe tjera që është edhe kjo unë djej, unë dua. Jo, unë kam vendos 4 fjalë të cilat ne I përdorim në jetë të përditshme dhe të cilat në mënyrë të pavetdijshme, domethënë hapin portale. Do të bëj një pyetje. Fjala ka fuqi, fjala normal që ka fuqi, ajo është mos e ditur u dro. Okej, tani do të bëj një pyetje. Pse mendon ti që shumë njerëz nuk manifestojnë dot? Edhe pse kam punu me veten, thuti apo në përgjithësi? Po,
Edhe pse kanë Jo gjithë manifestojnë, po ka dhe ato që manifestojnë. Unë mendoj që është kjo që nuk gjen dot fjalët e duhura. Edhe shprehjet e duhura, mendoj unë, që të frekuentosh me fjalët, si themi ne, me fjalët magjike, edhe ti ndjesh si shtam me emocion. Mendoj që kjo është edhe pastaj kur duam diçka, se duam patjetër, ai nuk quhet manifestim, pastaj bllokojnë. Manifestimi bllokon fjalë magjike, ta ndjesh me emocion edhe ta lëshosh. Po nëse ti thua nuk erdhi, do vi, ikus. Manifesto radhës tjetër. Atëherë, unë do them vetëm 2 fjalë. Është sepse zemra e tyre dhe trupi i tyre janë në frekuenca të ndryshme. Nëse zemra dëshiron diçka, trupi ka frikë ta marrë. Nëse trupi e dëshiron diçka, zemra ka frikë ta pranojë. Dhe të dyja krijojnë këtë pjesën që nuk janë të gatshëm të manifestojnë. Të paktën shumë njerëz ashtu mendojnë. Po unë nuk manifestoj, ose gjithmonë janë te pjesa që thash, bollëku do të vi në jetën time. Okej, do të vi, po kur? Ose unë do jem e lumtur. Pse do jesh? Pse jo tani? Pse nuk po thu, unë jam e lumtur? Fillo ta bindësh trupin, ta bindësh mendjen, ta bindësh zemrën. Prandaj në botën spirituale themi që ne të kemi në balans trup, mendje, shpirt. Pse? Sepse të treja bashkë bëjnë mrekulli, sepse të treja bashkë rezonojnë, hapin frekuencë mes njëra tjetrës dhe realizojnë gjithçka që ne duam. Nëse zemra thot po dhe trupi jo dhe mendja pastaj fillon të na allakatet. Është e njëjta gjë sikur e thash edhe çfarë që nëse unë them okej, unë jam në stres. Pra e tham, fjala unë hap një portal. Nëse unë them unë jam në stres, ose unë nuk dua stres, e marrim të kundërt, unë nuk dua stres. Çka ndodh? Universi thot urdhëro, e don ti, okej, unë po ta sjell. Por nuk e di nëse unë e dua apo nuk e dua. Universi thjesht hap sinjalin në trurin tim që mua të më shtohet stresi. Dhe unë pastaj filloj të them, pse kam stres? Pse kam stres? Nuk ka të bëjë me refuzimin, por ka të bëjë me pjesën e manifestimit. Tani po flasim për manifestimin. Pra, universi nuk e di nëse unë po i them e dua apo nuk e dua. Jo, po universi urdhëron. Nëse ti thu që unë nuk e dua këtë gjë, ti po i thu universi që ti e don akoma, se ti do mësosh. Edhe ti je në refuzim, edhe prandaj thot, okay, ja po ta shtoj dozën. Ktu e kisha unë. Jo, po thoja tjetër gjë. Po thoja që universi nuk e din nëse ne duam apo nuk e duam, thjesht thot urdhëro, po ta sjell. Dhe çka bën? Aktivizon frekuencën e stresit tek trurim, dhe unë pastaj filloj të ankohem pse jam në stres. M'fal, a nuk e kërkove? Pra, gjithmonë mos filloni me idenë do të vi, ose kur do jem mirë, kur do shërohem, kur do jem kështu, kur do jem ashtu. Filloni gjithmonë unë jam i shëruar, unë jam i bukur, unë jam i lumtur, unë jam i suksesshëm. Pra në këtu dhe tani, mos pritni për nesër. Ka qenë një gjë shumë e bukur që një shprehje, domethënë e jona që thot punën e sotshme mos e vle për nesër. Tani do të them pak a shumë një ritual të cilin mund ta përdorni, mund ta përdor secili nga ju dhe është shumë i thjeshtë. Për shembull, është rituali i mëngjesit ku ne kemi mundësi të fusim manifestimet. Për shembull, unë jam në sinkron me universin, unë jam i lumtur, unë do kem një ditë të qetë, unë do kem një ditë fantastike, unë jam i suksesshëm. Pra, këtu mund të përdorni vetëm 1 minutë kohë, nuk ju duhet më shumë. Është diçka shumë e thjeshtë. Gjatë ditës, çfarë mund të bëni? Edhe nëse ndodh diçka
që jo prish frekuencën, jo prish shefin, filloni të thoni, edhe kjo po punon në të mirën time, edhe kjo është në avantazhin tim, edhe kjo është mësimi im, edhe kjo është më e mira që Zoti ose universi mund të më sillte. Para gjumit, vetëm jeni falendërues. Falënderimi është fuqia, është dashuria, është gjaja më e mrekullueshme që Zoti na ka dhënë. Nëse ne nuk jemi falendërues që jemi në këtë trup të mrekullueshëm, në këtë mendje të mrekullueshme, në këtë jetë të mrekullueshme, asnjë gjë, as na hyn manifestimi, as ligji i tërheqjes, as asnjë gjë. Falënderimi hap portat. Është porta e parë. Falënderimi. Që e para që duhet të jetë dhe më e bukur është të jemi falendërues për trupin, për mendjen, për jetën, për gjithçka tjetër. Mos pritni që dikush të vinë nga jashtë dhe t'ju falenderoj juve, nëse ju në fund të ditës ose në fillim të ditës nuk falenderoni veten tuaj. Durimi është shqipti, ka thënë Arti. Faktikisht shkollën e durimit e kam bë edhe kam marrë notën 10. Hey, kam testu veten jo më gjatë se par dje. Do dal këtu ku u cek edhe temat që folet ti deri tani. Dola të bëj shopping. Na për dyqan, thash do testoj veten se si reagojnë njerëzit në qoftë se unë do jem e qeshur, pak e gojës, të bëj shaka. Nuk të besohet. Kam hyrë në gjithë ato dyqane. Më e disë më kam një shqicët aty, të bo muhabet me mu, thash i lash pa punë. Moj, thash shiko, qëfar do me thanë, testova vetën, se sa i vlefshnosh që t'jesh e hapur edhe me shqicët, e kupton? I bora një test vetës, se edhe ai tjetri, që është në punë, ka nevojë për një fjalë, për një fjalë, për një kompliment. Ja rrit domethënë atë buzëqeshëm, nëse ajo ka gjithë ditën punë aty. Unë ku kam shku, domethënë njëra ndoli shqiptare, babën gjerman, nanën shqiptare, e foli shqip pastaj. Isha të provoj gjaketën, tha, hajde prap, më tha moj, po t'jem punë gjatë për këtu. Tha, për zotit, hajde prap, ta se shqyqyrë si t'njofta, thash, lash nasot. Thash vete, shqipe sarën si ka fjala e mirë, o sarë. Busqeshja. Çdo gjë që ne edhe kur kalojmë rrugës, do më thanë, lëshojmë një lloj frekuencë. Nëse jemi ne të mërzitur dhe takojmë absolut, e ndjena i tjetër, nga larg. Absolutisht që ne i lëm një pjesë të energjisë tonë dhe në fund ditës ai person do jetë super i ngarkuar, sigur të takoj edhe 10 si puna jonë. Nëse ne jemi shumë të lumtur dhe ai takon edhe 10 të tjerë të lumtur, normalisht që energjia dhe frekuenca e tij do rriten dhe do jetë në harmoni. Është shumë e rëndësishme pastrimet energjetike, energjia jonë dhe kush jemi ne. Është shumë e rëndësishme që nëse duam të punojmë me ligjin e tërheqjes, e para ta besoni që meritoni. Bob Project ka thënë, nëse shumë besoj që i keni pa të komentaret e tij, e ka thënë që gjithçka në univers është falas, por nganjëherë ne nuk dim të marrim. Nganjëherë ne nuk jemi të gatshëm të marrim. Ndoshta shpesh herë ju i manifestoni gjanat, i sjellni krejt afër, por thjesht nuk dini me i tërheq, sepse nuk e leni vullnetin e lirë, doni me qenë gjithmonë kontrollues, doni me qenë gjithmonë qendër të vëmendjes, doni me qenë gjithmonë kërkues çfarë po ndodh, kur do vi, si do vi, pse s'po vjen, pse iku, pse këtej, pse andej. Pra, këto psët nuk të hynë punë. Këto psët nuk bëhen. Nëse dëshironi gjithmonë që ta shkruani diçka, ta manifestoni diçka, ta sillni në jetën tuaj, shkruane sikur atë gjë e keni marrë. Pra, unë kam markat e makinave nuk është se jam shumë e fiksuar, por okay, po them, unë kam një BMW. Okay, unë e kam një BMW.
është e këtij viti, ka kushtu kaq, jam me lumtur, jam këte, jam andej, pra sikur po e keni aty, po jetoni aty dhe jeni me te. Dhe në moment që ju e shkruni këtë dëshirë, lëreni të harruar, ose vendosni një pjesë, për shembull 7 ditë, 12 ditë, 15 ditë, 20 ditë, sa të doni ju që ta lexoni, ta rilexoni dhe ta mbani në trurin tuaj, në mendin tuaj. Më pas, lejojeni që ajo të shkojë. Pra, nëse ju vendosni datën që me datën 22/12/2015, unë do kem këtë gjë. Dhe ju lëreni. Mos e mendoni më, mos e kujtoni më, ajo do vi. Por, nëse ju e shkruni dhe vendosni dhe datën, dhe ajo data ka kalu, dhe ju, okej, po vjen data, unë do manifestoj këte, unë do mbi kjo, unë do përgatitem për këte, ju thjesht të largoni. Universi nuk punon, universi nuk do kontroll, universi është i lirë, universi t'jep zgjidhje dhe vullnet të lirë. Prandaj, të njëjtën gjë që ai të jep, të njëjtën gjë do të marrë. Çfarë duhet të them dhe një këshill të fundit? Kujdesi me fjalët. Çdo fjalë, si e mirë, si jo e mirë, manifestohet në jetën tonë. E njëjta do na kthehet, sepse nëse bie shi, ne nuk presim që të binë pare. Okej? Nëse bie borë, ne nuk presim që bora të kthehet në lule. Pra, nëse bie borë, ne shikojmë borë. Është e njëjta gjë është edhe me fjalët. Nëse ne themi një fjalë jo të mirë, atë fjalë jo të mirë do e presim në jetën tonë. Nëse ne themi një fjalë të mirë, atë fjalë të mirë do e marrim. Kam qellu shumë që thojnë, po ju që jeni në rrugën spirituale, a qellon që jeni ndonjëherë nervoz, apo keni disa emocione ndryshe, apo diçka, është krejt normale që të kemi disa emocione ndryshe, të kemi disa ngjarje të jetës. Biles, unë mendoj që të gjithë njerëzit që janë në botën spirituale sfidohen më shumë se të tjerët. Unë mendoj që sfidat janë shkollë dhe çdo shkollë duhet kaluar, çdo shkollë është tendenca që të dalim sa më mirë, nuk është e rëndësishme se sa poshtë të ka ullë në energji, e rëndësishme është në fund të kësaj shkolle kush je ti, kush ngele ti dhe çfarë po reflekton ti. Lor? Shumë bukur e përmlodhe, Sara. Është desha të shtoj edhe unë diçka që pjesa më e vështirë në botën shpirtërore është puna me veten. Por jo e pamundur. Është shumë e vështirë, siç tha dhe Sara, që njerëzit shpirtëror luftohen më së shumti, edhe kjo është plotësisht e vërtetë, sepse ti gjatë kohës që punon me veten, rritesh në gjithë shkallët, nga njëti, pastaj bëhesh si magnet, bëhesh si dritë. Edhe njerëzit që janë në një vetdije shumë të ulët, ose ndinje, ose në ankime, ajo drita jote nga njëherë sikur nuk u pëlqen, nuk janë në atë rezonancë që ta kuptojnë, edhe sikur i vret ajo drita jote, se ashtu u duket atyre për momentin. Edhe gjithmonë sulmohen njerëzit shpirtëror. Kjo është mos e vërtetë, edhe e tha shumë bukur Sara këtë. Ishte mirë për ta cek ndonjëherë këtë, se nuk e kemi cek asnjëherë. Faleminderit Sara. Faleminderit ty. Edhe kështu që unë mendoj që pjesa e ankimeve duhet avash njerëzit që mund të jenë fillestar, është që ta marrin pak situatën në dorë, mos të rrinë në ankim. Sepse në qoftë se shpirti është në ankim edhe nuk është të punoj me veten, atëherë do rri po në të rrethin aty, rreth rrotullo, si i themi në shqip. Kaq kisha, Sara. Faleminderit Lor. Tani unë kam përgatit një meditim pikërisht për temën që kishim sonte.
pjesën e manifestimit. Nëse dëshironi që ta bëjmë, jeni të ftuar. Nëse jo, është prap okay. Por si fillim, nëse dikush ka ndonjë pyetje, mund t'ju përgjigjemi pyetjeve. Kush dëshiron që të flas rreth temës që kishim, jemi gati që të përgjigjemi. Nëse nuk ka pyetje, hidhemi tek meditimi. Pyetjet i shikon ti, Sara, se unë nuk i shikoj dot. Okej, sigurisht do përgjigjemi të dyja si gjithmonë, por shpresoj të kemi. Sara, ke flokët kaqurrela, po më duket mu? Po. Aha, pashëm që ke ndryshuar sot. Me Ku shëndet. je më i tharë se ke bë mungesa. Ja ku jam, ja. Po, Lori, kam bë kaqurrela, i kam prej fije. Shumë bukur me shnet të shkokën. A e dini rrofsh, a e dini ritualin e flokëve? Që sa herë që presim flokët, duhet të përgatisim një fletore ose një letër me gjëra që ti, domethënë, dëshiron që ti largosh nga jeta jote. Për shembull, kur doni që të prisni flokët, vendosni disa gjëra që ju vërtet janë të sikletshme ose u mërzisin ose ka diçka që nuk shkon dhe vendosni ato qëllime. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 sa keni dhe kur shkoni tek parukierja gjithmonë përsëritni me veten ose thjesht mbajeni në dorë dhe sa herë që ngjoni gëshërën cëk 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 ju lëshoni diçka. Unë po hedh për shembull stresin. Unë po largoj nga jeta ime anktin. Unë po largoj nga jeta ime gjithçka që nuk më duhet. Unë po liroj bashk me energjinë e flokëve të mi, lejoj që edhe këto gjëra që nuk më duhen të ikin. Është rituali sa herë, domethënë në Tibet, në Indi, është rituali primar, sidomos për femrat. Okej, vazhdoj me meditimin. Lër, do meditosh ti? Po patjetër. Patjetër që do meditoj. Këtë ritual e dim vetëm me hënën e plotë, jo, është sa herë që ju vendosni me pre flokët. Për shembull, unë flokët nuk i pres asnjëherë me hënën e plotë, i pres gjithmonë kur hëna është duke ul, duke u zvoglu. Pse? Sepse hëna kur është duke u sos, kur është duke u bë më e vogël, domethënë edhe jeta jon fillon të mbledhet më shumë dhe gjërat ikun më shpejt. Sa më e madhe të jetë hana, aq më shumë domethënë ka energji dhe aq më shumë gjëra jo të mira na vijnë jetë. Po pse kur është hëna e vogël që fillon avash të mbush, jo të mbaru, të mbush, por kur është sa të filloj e re, ajo është më e mirë apo jo? Sa hëna e plotë tim gjithë që nuk është e mirë, se t'jep 3 ditë para, 3 ditë mrapa, t'jep pa gjumësi, t'jep pank, t'jep siklet, ose kur ke ndaj provim, ndaj ngjarje, ndaj gjë, nuk është mirë gjithmonë, nuk është mirë para hënës plotë. Tani, unë thash, tek hëna e plot, unë vetëm gjë që mund bëj janë këto manifestime që folëm sot, ose të fus pak ligjin e tërheqjes, sepse është përmbushja, pra është pjesa ku gjithçka përmbushet. Kur hana është duke u rrit, mund të shpresh dëshira, mund të shpresh emocione, mund të shpresh gjithçka që ti dëshiron ti kesh në përmbushje kur është hana e plot. Kur është hana duke ul, vetvetiut, e din që du të flas pak për pjesën astrologjike. Për pjesën astrologjike, e para hyni dhe kalkuloni në Google se si ka qenë hana kur keni lind ju. Për shembull, në vitin kaq, në datën kaq, në ditën kaq, si ka qenë hana. Dhe ajo han, ajo ju ndikon gjithë jetën tuaj. Mos shikoni
Pse tha Sara këtë dhe duhet jetë kështu si thot Sara? Jo, Sara din me thënë është e vërteta, pastaj nëse ti dëshiron të kalkulosh, okay, për shembull, kur unë kam lindur, Hana ka qenë duke u rritur. Si ndikon kjo pjesë Hane tek jeta ime? Duke ditur dhe misionin e shpirtit tim, duke bërë dhe shumë kalkulime sa i përket astrologjisë, numerologjisë etj, kam kuptuar që Hana duke u rrit tek unë, nuk është se më ndihmon. Për shembull, mua më ndihmon shumë Hana në zbritje. Hana kur është plot, unë ndjem shumë e lumtur, shumë mirë, shumë e tjetërsuar. Kur është në rritje, do pse nuk më ndihmon kur është në rritje, edhe pse ka qenë në datën time të lindjes, sepse kur është në rritje, thjesht më jep mësime, më sjell në situata që ndoshta unë si kam kalu mirë, më sjell në kujtime që ndoshta unë personalisht nuk i kam kalu siç duhet. Po Sara, bëj një pyetje? Patjetër. Na vazhdo, mbaroj një. Jo, e mbarova këtë, thjesht po lexoj ca mesazhe. Sepse Bajrami thonë që kur do veten tënde do të duan të gjithë. Tani unë nuk pres që ti të thuash të dua shumë, sepse unë normalisht që e dua shumë Sarën, e dua shumë veten time, kështu që është normal. Sara, ti që po studion për astrologji, kam një pyetje shumë të veçantë. Tani, ju që mësoni në astrologji, ti këtë, për shembull, viti 1582, në muajin tetor, mungojnë 11 ditë. 11 ditë, po. Po të futesh edhe të shkrysh te kalendari i vitit 1582, në muajin tetor, e ke nga nishi deri tek 6, mos gaboj, apo ke pesa? Pastaj shkon direkt ke 16. Jo, ke pesa, pastaj direkt ke 16. Edhe ku janë 11 ditë? Edhe si mund të bazohesh te harta astrologjike, kur janë bë manipulime, qysh në vitin 1582, që mund ta shohin gjithë, të shkojnë ke oktober, thash, tek tetori, edhe aty mungojnë 11 ditë manipulim. Edhe po boja do unë tani atë mi fjalë shenjës time, i bite do me thanë, po kjo që jam, po 11 ditë mrapa. Edhe i bite shenjë tjetër, e kupton? Atëherë. Çdo gjë manipulime dhe njeriu evolon, plus atyre njeriu edhe me flamurat, edhe me shtetët, çdo gjë, domethënë ndrohen mas dekadave. Nëse ti do të dish mendimin tim, bota ka qenë shumë më e zgjuar para luftës së dytë botërore. Shumë më zhvilluar. Mund të thëj ku bazohesh, po të shikosh piramidat, po të shikosh katedralet, po të shikosh shumë gjëra që kanë rezultuar luftës, domethënë janë gjigante. Vetëm katedralja e Parisit, po të shikosh që të ndërtohet nga fillimi i themeli, si themi ne, deri në majat e saj, pak e ndonë 500-600 vjetë që të bëjë, dhe nuk mendoj që 100 vjetë këtë jetu njeriu, do më thonë 6-7 brezat kena rritë për të bëjë që të është diçka që është e pamundur. Atëherë, evolon, po varet se në çka evolon. Nëse ti do të dish për pjesën e manipulimit dhe të ti kthem me pyetje edhe përgjigjes tënde, është pjesa pse njerëzit festojnë vitin e ri me datën 1 janar ose 31 dhjetor, që është nata e fundit e vitit, ku ndërkohë më përpara ka qenë nata e Novruzit. Po pra, po këto po them që njeriu ka ndryshuar me dekada. Muaji gjithmonë, nëse i hym historisë, gjithmonë njeri, domethënë muajt e vitit kanë pas 13 muaj. Këto për interesat e tyre që njerëzit të punojnë më shumë, që të jenë më shumë sklever, realizuar që të jenë 12 muaj, por çrensi kanë fund ditës. 13 kush është Sara? Unë e di, por du ta dëgjoj nga ti. Si e 13 kush është? 13 cila shenjë është?
se janë 13 shenje, po e 13 është mbajt gjithmonë sekret. Ku shenë? Nga 12 shenjat që ti ke mësu, është edhe një shenje 13. O kjo Jo, ka nuk të bëjë me vetdijen e lartë. Okay. Nëse kalojmë të pjesë që i kalojmë shumë tema tani. Jo, nuk e di këtë shenje 13, po flisja për muajt e vitit, për Edhe 12 muaj. muaj. Po pra po edhe muaj. Dhe kur kanë qenë 13, sepse po t'i hym vetëm duke bo shtator, tetor, nëntor, pra nëntori i bjen muaj 11. Si ka mundësi? Nënta, dhjetori, dhjeta. Po pra, po... Muaj Nëjse ka që informacione për këto, por... Dhjetori i bjen, do më thanë, muaj 12, si pas kësaj që kemi në sot. Nëjse, janë të tëmë që... To, në fakt, to manipulime do dalin gjatë kohës që po jetojmë, do dalin shumë gjana në pak. Atëherë, në ruaj të lutëm, se ka gjëra shumë interesante, por rrët pa tjetër që do ruhet. Okej, këtë largim me bëj me uj. Okej. Këto negativet i largoj me ujin e qezmës dhe marr prap me ujë. Okej, shumë bukur Emine. Sa ruaj live-in, ta shohim përsëri. Patjetër që do ruhet. Qenë kam rahatun që nuk e di ditën e lindjes. Patjetër rrët. Është më mirë kur shumë gjona nuk i dim. Muajit kanë qenë 13 duke ecur me hënën, po supërtojmë së bashku, po përveç se duke ecur me hënën, kanë qenë 13 edhe në astrologji edhe në shumë gjëra varësisht se i kanë manipulu dhe i kanë tjetërsu. Po që rëndësi ka, ne e rëndësishme është që jemi këtu, merremi vesh, vazhdojmë përpara, ecim përpara, dhe bota ka ritmin e saj. Okej, gjithsesi, ne do vazhdojmë me pjesën e meditimit, kush dëshiron që ta bëj. Kush nuk dëshiron nuk është i detyrueshëm, por thjesht e kam bërë për kënaqësinë e krejtëve neve që jemi këtu. Okej. Kush ka dëshirë mund të shtrihet, kush ka dëshirë mund ta bëj në pozicionin që është. Okej. Përgatitemi dhe vazhdojmë. Mbyllni syt nga dalë. Merr frymë thellë, mbaje dhe nxirre nga dalë. Merr sërish frymë thellë, mbaje dhe nxirre me butësi. Lejo trupin të filloj të zbutet. Tani, merr edhe një frymë tjetër. Nga dalë, mbushu me frymë. Mbushu, mbaja dhe nxirre nga dalë. Dhe ndërsa nxjerr frymën, shikoje veten tënde se si fillon të lirohet. Si fillon të zbutet. Si fillon të qetësohet. Ndjej supet, se si bien lehtësisht. Ndiqi muskujt, se si lirohen. Ndjej mendimet, se si zbuten dhe largohen. Ndjej emocionet, se si qetësohen. Ndjeje veten këtu, të sigurt dhe të mbrojtur.
Je brenda energjisë tënde. Imagjino tani një dritë të artë, një rrezë shumë të butë, shumë të pastër, e cila vjen nga lartë dhe bie ngadalë mbi kokën tënde. Ndjeje dritën e artë si depërton, si shkon poshtë në fytyrën tënde, në qafë, në shpatulla. Drita e artë shkon ngadalë në gjoks, në bark, në legen, në këmbë, deri poshtë tek shpullat e këmbëve të tua. E gjithë gjinja jote është në dritë. Je i larë në energji të pastër. Je i rrethuar me dashuri kozmike. Tani duhet të imagjinosh një hapësirë brenda teje, diku në qendër të gjoksit, si një dhomë e shenjtë, si një tempull i vogël, aty ku jeton zëri yt i vërtet, vetja jote e vërtet. Zëri i shpirtit tënd, zëri i krijuesit, zëri i universit brenda teje. Hyr aty, hyr ngadalë, hyr me respekt, hyr me dashuri. Ndjeje këtë hapësirë si të ngrohtë, të pastër, të sigurt. Dhe tani përsërit pas meje, duke i thënë vetes tënde: unë jam zëri që krijon realitetin tim. Unë jam energji që lëviz botën time. Unë jam në harmoninë e manifestimit. Çdo fjalë që them është krijim. Çdo fjalë që them është dritë. Unë jam krijuesi i realitetit tim dhe lejo që këto fraza të ulen në trupin tënd. Lejo që qelizat të rezonojnë me këto fjalë. Lejo që zemra të hapet. Tani, imagjino para teje një ekran të bardhë. Një ekran shumë të pastër, i qetë si një faqe bosh. Ky është realiteti yt i ardhshëm. Kjo është e ardhmja jote. Kjo është panorama e mundësive të tua. Në këtë ekran, dua të shfaqësh atë që ti dëshiron më shumë tani. Para teje,
Shikoje si fillim dhe se si po formohet. Shikoje se si po merr formë, ngjyrë, dritë dhe jetë. Kjo dëshirë e jotja. Shikoje veten brenda asaj skene. Shikoje veten duke jetuar atë dëshirë, duke ndjerë, duke e shijuar. Ndjeje trupin se si fillon të vibroj në të. Ndjeje emocionin se si rritet brenda teje. Dhe ti po krijon realitetin tënd. Tani, me sytë e tu të mbyllur, fillo t'ja përsërisësh vetes. Unë e thërras realitetin tim. Unë e ftoj këtë skenë të bëhet e vërtet. E lejoj të vite ku në mënyrën më të lehtë të mundshme. Unë jam gati për këtë realitet. Unë jam në frekuencën e ti. Unë jam aftësia e ti. Unë jam vetë manifestimi. Dhe ndjeja energjinë tënde teksa rritet. Tani, imagjino dritën e asaj skene, e cila zbret nga ekrani para teje dhe vjen drejt teje. Ndjeje se si hyn në trupin tënd, si përhapet në gjoks, në bark, në duar, në këmbë dhe në çdo qelisë tënde. Ndjeje energjinë së ardhmes tënde brenda trupit tënd tani. Ti po bëhesh ai version. Ti po rezonon me atë realitet. Dhe tani thuaj ngadalë. Univers, unë jam gati. Unë jam tek frekuenca e duhur. Unë jam në rrjedhë. Unë jam ajo që zgjodhet të jem. Dhe ajo që unë shpall, jam unë. Merr frymë thellë. Nxirre ngadalë. Dhe fillo që ta kthesh vëmendjen tënde në trupin tënd. Fillo të ndjesh duart, këmbët, frymën. Dhe tani ti e di që po ndjesh e qetë, e ngrohtë, e ndryshuar, e aktivizuar. Dhe kur të ndjesh gati, mund t'i hapësh sytë. Sara, faleminderit. Faleminderit ty, Lor. Si të shkoj? Shumë bukur. Po, t'jep një ndjesi tjetër meditimi, kur e ndjen, futesh komplet në atë botën e tërheqjes. Se kështu pastaj kështu mësohet trupi. Një ditë sot meditim, nesër vet, pas nesër një dëgjim, një video, e kupton? Edhe trupi i thith, mendja i thith.
ndërdia. Absolut. Faleminderit ty Rud. Faleminderit Bariam. Faleminderit Zafire. Sara, para vitit 3 kam qef të bëjmë një live të fort, që të bëjmë edhe ato që i shkruajmë. Dëshirat. Okej, 13 dëshirat e vitit të ri, patjetër që do i bëjmë, patjetër që tani mund të bëjmë live më shpesh, mund të jemi më afër, mund të bëjmë më shumë. Emine, shumë faleminderit. Edhe ti je shumë e mirë. Faleminderit Mokades. Shumë faleminderit. Edhe unë i falenderoj se unë nuk shoh asnjë koment, edhe nëse shkruajnë, më falni, se unë nuk shoh asnjë koment. I shef Sara për mua. Mirë jetën, faleminderit. Duke medituar, thot më shfaq një flak zjarri. Perfekt, super. S'ka, live-i sonte ishte taman, domethënë ca informacione që nuk kemi shumë për dhënë, po nuk po japim shumë, sepse po dalim rradhë, Sara, do dalim më shpesh. Tashi po. Kështu që pa fund kemi. Patjetër. Plot. Okej, unë ju falenderoj shumë të gjithëve. Ju dua shumë të gjithëve. Jeni shumë të mirë. Do të dëgjojmë në live-in e radhës. Do mundohemi që edhe unë edhe Lori kemi kohë. Po, javën tjetër me kismet. Po, edhe javën tjetër, edhe kësa java, gjithsesi, tek live-et e tjera unë normalisht do vej njoftimin. Te ky live preferova mos me vendos njoftim, nga që du ta di edhe pak sa jeni të vëmendshëm, sa na doni, edhe mua dhe Lori, edhe sa do kem këtu. Por jam shumë e lumtur. Faleminderit ty Rudin, faleminderit Bariam, faleminderit Mukades, faleminderit Emine. Faleminderit gjithëve. Faleminderit të gjithëve, edhe ata që nuk shkruan, edhe ata që shkruan. Por unë falenderova këtu që pash këtu, normalisht. Edhe Lorë shumë faleminderit, jam shumë e lumtur për ty. Dhe shkëlqyer. Ju dua shumë. Ju falenderojmë gjithëve, edhe ty Sara, natën e mirë, edhe natën e mirë. Patjetër, natën. Natën e mirë gjithëve.